Në Shqipëri të emërojnë drejtor nuk është nder dhe privilegj, është një provë se sa do të rezistosh pa ndërheqjen apo pa përfunduar në prokurori. Ndërtimi i një administrate serioze nuk është fjalë goje. Është e vërtetë që hipoteka e Shkodrës dhe së bashku me atë të Vlorës janë dy vrimat e zeza të sistemit. Ka disa drejtori ku rreziku është shumë i lartë. Njëra prej tyre është kadastra e Vlorës, karrika më e mallkuar e administratës. 9 drejtor kadastre janë ndruar në Vlorë. 9. Deri ditën kur unë i numërova. Pastaj hoqja dorë nga numërimi. Njëri më problem se tjetri. Në fakt, në 5 vjet janë ndërruar 15 drejtor, edhe në një vit të vetëm 7. Njëri prej tyre mbajti postin vetëm 2 javë. Pas shumë përpjekjesh, Partia Socialiste provoi edhe me një ish kryetar të Partisë Demokratike Lokale, por edhe ai nuk zgjati gjatë. Problemet me tjetërsimin e pronave, sidomos përgjatë Bregdetit, janë kthyer në një makt për çdo që merr drejtimin. Nga kadastrat e rrugët, një tjetër drejtori që prodhon më shumë dosje për drejtësinë se sa kilometra asfalti është ARSH. 26 zyrtar të këtij institucioni janë përballur me akuzat e SPAK, mes tyre edhe 2 drejtuesit e fundit, Erviz Berberi dhe Gentian Gjyli. Njëri u arrestua me 14 mars 2024, tjetri u emërua pas një jave, por të marrë edhe veti pandehur disa muaj më vonë. Një tjetër ish drejtuesi, Sonila Qato, u dënua me 1 vit burg për shkelje në tendera. Unë nuk mbroj askënd nga ndëshkimi për punë të këqija që do mund të bëj pas shpinës time. Nëse kalojmë te Bashkia e Tiranës, ku drejtuesit njiheshin si drejtorët e PSD-s, historia përsëritet. SPAK i dërgoi për gjykim për korrupsion dhe pastrim parash përmes kompanisë PSD Construction, të gjithë të afërm me kryetarin Veliaj për tendera që arrinin deri në rreth 2 milion euro. Nga hipotekat tek rrugët, nga ujësjellësit tek bashkitë, drejtuesit ndryshojnë, por modeli mbetet një. Sistem që prodhon dosje hetimore më shumë se sa punë të mbaruara. Administrata është fryrë në numra, është fryrë me drejtor, sfida e të cilëve duhet të jetë jo karriera e shërbimi për qytetarët, por mos përballja me drejtësinë.